Procesi i sigurimit dhe shpërndarjes së teksteve falas për nxënësit shqiptar në diasporë ka përfunduar me sukses edhe për këtë vit shkollor. Ministri e Arsimit, Mirela Kumbaro, përmes një postimi në rrjetet sociale ka bërë të ditur se vetëm gjatë këtij viti janë shpërndarë 27.198 tekste mësimore, duke i quar në 117.138 numrin total të librave të dërguar për fëmijët shqiptar në diasporë që nga viti 2019. Ruajtja e gjuhës dhe identitetit është mënyra më kuptimplot për të mbajtur gjallë lidhjen me atë-dheun, u shpreh Kumbaro, duke nënvizuar rëndësinë e këtij programi për edukimin dhe lidhjen kulturore të fëmijëve shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë. Mëtej, ajo shtoi se prej 7 vitesh qeveria shqiptare përmes Ministrisë së Arsimit dhe Qendrës së Botimeve për Diasporën kujdeset që fëmijët shqiptar jashtë vendit të kenë në dispozicion libra të gjuhës shqipe dhe kulturës kombëtare. Ky projekt synon të forcojë identitetin kombëtar të brezave të rinj dhe të mbajë gjallë lidhjen e tyre me Shqipërinë, pavarësisht distancës fizike nga atë-dheu.